Shumë analizi dëgjoja mbrëm në emisionet e darkës dhe gjatë ditës që justifikonin shkeljen e të drejtës ndërkombëtare në rastin e rrëmbimit të Maduros, që ne shqiptarët nuk duhet flasim se e njëjta gjë ka ndodhur në Kosovë kur Shtetet e Bashkuara bombarduan Beogradin, deri Beogradin për të liruar Kosovën. Unë mendoj që nuk është e njëjta, sepse e para njëherë ai kërkoi leje nga Kongresi. E dyta bëi fjalë për shkelje të drejtave, jo për shkelje, por për pastrim etnik. Pikërisht. Të një nacionaliteti, të një kombi tjetër, të një nacionaliteti tjetër. Dhe pra nuk është e njëjta situatë, ishte shpërbërja e Jugosllavisë dhe kur thonë që rrëmbimi i këtij Maduros? Jo, në 90-ën rrëmbimi Noriegës nuk është e njëjta situatë, jo. Sepse atëherë po shpërbëhej kampi komunist, ishin vlerat e ndërtimit demokracive, etj. Pra nuk kemi të njëjtën situatë, janë kontekste komplet tjera dhe në interesa të tjera gjeopolitike. Pra, si e shikoni këtë qëndrim të analizës shqiptare dhe të politikës shqiptare, konkretisht të ministres jashtme, e cila sa mbaroi deklaratën Trumpit, doli me një deklaratë, domethënë, akoma pa prit që të paktën të flasin vendet e rëndësishme ku janë. Mendoj që deklarata e ministres së jashtme shkon pikërisht në linjën e politikës së jashtme të Shqipërisë, që është, unë e shikoj gjithmonë më e orientuar drejt dhe nga SBA-ja sesa nga Bashkimi Evropian, dhe në këtë kuptim mendoj që ishte një deklaratë e mirëpritur, jo vetëm nga SBA-ja, por edhe nga drejtuesit e vendit. Nuk e di e ka parë SBA-ja Trumpit deklaratën. Besoj se janë të vëmendshëm dhe i shikojnë të gjitha deklaratat të paktën të aleatëve të tyre. Ajo që unë mendoj është, sikurse dhe ju e vut theksin, është një qëndrim negativ dhe i dëmshëm ky për Shqipërinë dhe për Kosovën, pra kombin ton, të paralelizojmë atë çka ndodhi me ndërhyrje në Kosovë, ku kemi jo vetëm një goditje të genocidit, të spastrimit etnik që Serbia kishte ndërmarrë ndaj popullit Kosovës, por kemi dhe një dakordsi në nivel ndërkombëtar të gjithë aktorëve ndërkombëtar, ku mandej kemi dhe rezolutën e OKB-s, e cila patjetër duhet kemi parasysh që nuk mund të kaloj pa veton e Rusisë.